kur kena bo me hip makinë, një granat ka fluturu mbi shtëpinë tonë, Kur ka ra predha, mu më kam lu kret me dhaj. Edhe djallit e kom hypë për mi që mës t'i bjet diçka djallit në trup. Në atë mëngjes e mbaj shumë mirë mend se isha 9 vjeçare, për jetimet e mia gjatë luftës kur i kam bo. E majnë mend kur baba im kishte nxerr makinën në obor edhe kishte filluar të na tërhiqte. Ne për fat keq ishim edhe 2 persona tjerë me nevojat veçanta në familjen time, 3 persona me nevojat veçanta dhe gjyshja ime smur nga astma. Babai veç kish fillu të na thriste të hipnim makinë. Nëna kishte filluar të tërhiqte vllaun e vogël, mandej vllaun tjetër edhe mandej mua. Na ka fut në makinë dhe një vlla tjetër në traktor, edhe kem fillu me dal nga shtëpia. Normalisht fillimi i daljes nga shtëpia ka qenë gjithmonë me hedhje granatash, edhe detaji më i rëndësishëm më kanë që kur kena bo me hip makinë, një granat ka fluturu mbi shtëpinë tonë, edhe për fat mirë ajo granat ka ra diku në dhej, edhe nuk ka ra diku që ka qenë fort. Se po të kishte ra diku fort, në komplet familja aty e kishëm pësu me fatalitet, në tragedi, ishëm mytë komplet familja. Në jetë na nuk kena mujtë, mi marrë të gjithë atyne, po kur kanë bombardue, në atë natë që në ra NATO, që i bombardojti, caqet e Serbëk në këtë kra, ata tani kanë fillu ofanzivën ma të tërë ndaj neve, ka është bo ora 4, dishka 5, ata veç kanë fillu bombardimet, ka në drejtimi tonin, kemi pas shumë predha që drejtim fshatit ton kanë ra, ku një predh ka ra edhe afer neve aty, afer shpijes tonë shumë, në gjitë. Unë kërë kom marrë djallin e sefte me marrë me hypë në kerë, ka ra predha afer atyne, edhe ty qunë djallin me hypë në kerë, kur ka ra predha, mu më kam lu kret me dhaj. Edhe djallit e kom hypë për mi që mës t'i bjet diçka djallit në trup, e kështu që më lojti me dhej, minë zisi u qoha bilëpje dhejvit, po me gjitha tonë ja rrita edhe e qita atë djallin të parin në kerë, ku më shku ku marrë dytin. Nona e ganimetës gruja e ka marrë ganën, se kjo ishte pak ma letë edhe ma vogël, e ka qitë edhe këto në kerë. Unë këmë shku tani e këmë të rejkë edhe nonën teme, 3 më shkurt i këmë fut në makinë, e kurse djalli e ka marrë traktorin, e kishëm plot me tesha, se na ishëm të pregaditën veç dishëm orës që na do të tërhiqëm piktujt. Edhe kështu që djalli qashtu që ka qenë i ri, me gjitha tonë, se s'ka ditë qaq shumë, edhe mi gra traktorit, po me gjitha tonë, a i grante për para, unë e për mas, edhe gjithmonë e udhëzoj që ka me shkua, ta ne tek ne, edhe kështu që arritëm den Pagarush, një natë e bonëm Pagarush, nejtëm atyne, edhe nesit prapa atine në sulmuan, edhe në Pagarush. Edhe gjatikjes në rrugë, më kujtohet shumë mirë, një fshat, do me thonë Goriq quhet, aty kena hypë me një shpat, dhe më kujtohet kur kanë fillu me të madhe me bombardu, dhe babi e ka lëshu makinën, do me thonë pa shpeci, ka lëshu në lerë, edhe kemë fillu të tërhiqem i zvarë të poshtë, që mos në ndodhë të dishka. Aty, do me thonë, edhe aty ka qenë pjesa ma vështirë ku kena përjetu, do me thonë, pjesën e gjuajtjes të pandashme, edhe nga jo pjesë, do me thonë, kena shpëtu. Për pos në shtëpi që kemë pas atë granatën, edhe aty ka qenë mjaft e rrezikshme ajo pjesë, ku kena mujtë komplet familja edhe aty me pësu një tragedi.